Vetëm një lugë vaj ulliri esëll I jep lam të mirë çdo sëmundje, ja si ta përdorni. Shumë prej nesh përdorin vajin e ullirit si vaj gatimi, por në fakt pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitimet e tij maksimale në dobi të shëndetit dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ekspertët thonë se shtimi I vajit të ullirit në menunën tuaj ditore mund të sjellë përfitime të rëndësishme në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vaji I ullirit është I njohur për efektet e tij pozitive për shëndetin e zemrës, për mrekullinë që bën për trupin, të cilat shkojnë edhe përtej asaj. Shtimi I vajit të ullirit në menunën tuaj ditore mund të sjellë përfitime të larmishme në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, një lugë vaj ulliri esëll çdo ditë mund të sjellë gjithashtu përfitime të larmishme në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sipas Bright Side do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni në shëndetin tuaj nga konsumi I të paktën një lugë gjelle vaj ulliri me stomakun bosh. Kjo gjë mund të tingëllojë shumë të tërheqëse, por ka shumë efekte të mahnitshme në dobi të shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi I vajit të ullirit në menunën tuaj ditore mund të jetë një nga gjërat më të mira që mund të arrini në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sipas Bright Side, këto janë përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi I vajit të ullirit në menunën tuaj ditore. Përmirëson duken e lëkurës. Vaji I ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike dhe mund të ofrojë përfitime të mira për lëkurën, duke I dhënë asaj një mbrojtje më efikase dhe duke parandaluar komplikacionet. Ai redukton skuqjen e intjen dhe mban fytyrën tuaj pa rrulla për një kohë më të gjatë. Vaji I ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Vaji I ullirit do ju ndihmojë gjithashtu në humbjen e kilogramëve të tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete pozitive, siç është dieta mesdhetare e pasur me vaj ulliri, ka dhënë prova që mund të ndihmojë në reduktimin e kilogramëve të tepërt të trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi I vajit të ullirit I ndihmoi ata persona në humbjen e kilogramëve të tepërt. Vaji I ullirit gjithashtu është shumë I mirë për shëndetin e trurit. Të konsumosh rregullisht vaj ulliri ndihmon për të hequr grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët konsumojnë vajin e ullirit në dietën e përditshme marrin përfitime maksimale në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përdorimi I vajit të ullirit në menunën tuaj ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund t'i shtoni organizmit dhe të parandaloni edhe komplikacionet. Vaji I ullirit do ju ofrojë gjithashtu një kujtesë më të mirë dhe do të ofrojë një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj mendor, citoi studimi. Shtimi I një lugë gjelle vaji ulliri në të mirën e shëndetit tuaj do të luajë një rol pozitiv edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj të kockave. Elementët gjurmë që gjenden te vaji I ullirit mund t'i ofrojnë njerëzve mbrojtje më të mirë, sidomos tek ata persona të cilët vuajnë gjithashtu nga problemet e artritit reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet gjithashtu me vajin e peshkut, një burim I pasur I acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji I ullirit ekstra I pastër përmirësojnë dhe forcojnë edhe shëndetin tuaj, lehtësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ndikojnë pozitivisht në shëndetin e nyjeve, sidomos në ngurtësimet e mëngjesit që shkaktohen kryesisht nga artriti. Vaji I ullirit është një produkt pozitiv në zvogëlimin e inflamacioneve. Pasurimi I dietës suaj me vajin e ullirit mund të ushqejë trupin tuaj me acide yndyrore omega 3, që zvogëlojnë gjithashtu edhe inflamacionin në trup. Kjo nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara kryesisht edhe nga inflamacionet.
Shtimi i një lugje dhe vaj ulliri çdo ditë në menun tuaj mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zorrëve. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në stomakun tuaj mund të shkaktojnë ulçra të stomakut. Vaji i ullirit është provuar të luftojë bakteriet dëmtuese që shkaktojnë këto shqetësime, të cilat janë në disa raste edhe rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri çdo ditë mund t'i ofroni trupit tuaj një mbrojtje më të mirë kundër bakterieve dëmtuese, disa prej të cilave mund ta rëndojnë më shumë organizmin tuaj. Konsumi i vajit të ullirit në menun tuaj ditore do të përkthehet në një element të fuqishëm ushqyes në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit është një ndihmë shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona të cilët duan të kenë një organizëm më të fortë dhe më të shëndetshëm. Vaji i ullirit është një përzgjedhje shumë e mirë që nuk duhet të mungojë kurrë në kuzhinën tuaj. Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësi, farmaci ose higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit një nga përzgjedhjet si super ushqim është niveli i lartë i yndyrnave mono të pangopura, sidomos siç është acidi oleik dhe antioksiduesit e ndryshëm. Për shkak të përfitimeve të shumta që ato ofrojnë, ai është të cilësuar gjithashtu si mrekullia mesdhetare. Nëse do të konsumoni të paktën një lugje dhe vaj ulliri çdo mëngjes, ju mund të parandaloni këto komplikacione, citon Brightside. Problemet e demantinës. Një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjeve të Alzheimerit është rritja e akumulimit të aminoacideve në tru. Një grup ekspertësh në Universitetin e Louisianës kanë zbuluar se një përbërës fenolik i quajtur oleokantal, që gjendet kryesisht te vaji i ullirit ekstra i pastër, ka fuqinë të kontrollojë nivelin e këtyre aminoacideve dhe mbi të gjitha t'i spastrojë ato duke përmirësuar shëndetin, citon Healthline. Ndihmon në luftën kundër problemit të radikaleve të lira. Vetit e vajit të ullirit janë të mira në luftën kundër llojeve të ndryshme të radikaleve. Dy nga llojet kryesore që janë testuar shpesh që kanë në lidhje me sistemin tretës, siç janë edhe ato të problemeve të gjirit. Shtimi i vajit të ullirit në menun tuaj ditore mund të jetë një formë parandaluese e formimit të qelizave të radikaleve të lira me antioksidues fenolik, të cilët kanë në veti mjaft të mira ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së shëndetit. Vaji i ullirit është një produkt fantastik, sidomos gjithashtu edhe për uljen e niveleve të sheqerit të dëmshëm në organizëm. Konsumi një lugje dhe vaj ulliri çdo ditë mund t'i ofrojë organizmit tuaj përfitime të rëndësishme në menaxhimin kundër sheqerit të lartë në gjak, duke shkaktuar kështu edhe një mbrojtje më të mirë të imunitetit dhe duke parandaluar komplikacionet e tij. Përfitimet e vajit të ullirit në organizmin tuaj janë mbreslënse. Ai forcon sistemin imunitar. Antioksiduesit që gjenden te vaji i ullirit mbrojnë sistemin imunitar nga infeksionet, mbron zemrën. Vaji i ullirit do të ndihmojë në balancimin e niveleve të kolesterolit, ndihmon për të rënë nga pesha. Vaji i ullirit gjithashtu mund të ndihmojë në ndjekjen e sasive të yndyrnave të tepërta në organizëm dhe një përmirësim të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Shtimi i një lugje dhe vaj ulliri çdo ditë në dietën tuaj do të përkthehet në një nga elementet më të mirë pozitiv në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit është i mirë për shëndetin e lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Redukton skuqjen, entjen dhe mund të ngadalësojë edhe shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben gjithashtu si një dezinfektues natyral, që mund të mbajë larg komplikacionet të shëndetit dhe të ndikojë gjithashtu në rritjen e përfitimeve të organizmit. Nëse doni të evitoni kilogramët e tepërt, atëherë shtimi i një lugje dhe vaj ulliri çdo ditë në rutinën tuaj ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.